Në Shqipëri duket se jeta e njeriut është kthyer në mall pa vlerë. Mjafton që të përditësohemi me kronikat e aksidenteve rrugor dhe do të shohim se numri i viktimave është rrëngjethës. Edhe pse kushtet e infrastrukturës rrugore kanë ardhur duke u përmirësuar, sërish rrugët përgjaken duke marrë jetë njerëzish. Pas këshyrjes së vendit të ngjarjes, komunikata për shtypje nxjerr nga policia e shtetit rezulton si shkak të aksidentit shpejtësinë jashtë normave të lejuara nga ana e drejtuesit të mjetit, apo shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor nga ana e viktimës. Qoftë edhe në një rast të vetëm, nuk kam dëgjuar se shkaku i aksidenteve të jetë rruga, e cila shpesh të ngre kurthe diku në ndonjë kthes. Nuk janë të pakta rrugët tona nacionale, urbane dhe interurbane, të cilat kanë mungesa të theksuara të sinjalistikës rrugore. 10 deri në 12% e vlerës së një projekti rrugor që jep investitori kontaktuesit është pikërisht për plotësimin e elementeve të sigurisë rrugore. Fakt ky që është shumë larg nga ajo çka shohim përditë në rrugët tona, dhe shpesh dhimbjen e mbysim me fjalët. Kështu ishte e shkruar.